Partia Demokratike ka reaguar pas rrëzimit në konferencën e kryetarëve të kërkesës së saj për zhvillimin e një mocioni me debat lidhur me protestat qytetare që vijojnë për javësh në vend. Kreu i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi deklaroi se mazhoranca nuk dha asnjë argument bindës për refuzimin e kërkesave, duke theksuar se protesta ka tërhequr vëmendjen e institucioneve dhe parlamenteve europiane, ndërsa sipas tij Kuvendi i Shqipërisë ka zgjedhur ta injorojë atë. Është fakt i njohur botërisht që protesta e qytetarëve shqiptar ka marrë vëmendjen e disa parlamenteve europiane. Protesta e qytetarëve shqiptar ka marrë vëmendjen e eurodeputetëve në seancën e fundit plenare të Parlamentit Evropian. I vetmi parlament në rrezullin toksor që nuk i ka kushtuar asnjë vëmendje shqetësimeve të qytetarëve prej 26 ditëve në shesh është Parlamenti i Shqipërisë. Të tre kërkesat janë refuzuar sot në konferencën e kryetarëve pa asnjë argument nga përfaqësuesit e mazhorancës dhe me gënjeshtën e tyre se ne po tentojmë të bëjmë rolin e zëdhënësit të protestuesve. Demokrati u përgjigje dhe deklaratave të kreut të grupit parlamentar socialist Tauland Balla, i cili kishte sfiduar opozitarët të ndërmerrnin një mocion mosbesimi ndaj qeverisë. Së pari, aksionet e grupit parlamentar në Kuvendin e Shqipërisë nuk i sugjeron Tauland Balla. Vetmja gjë që sugjeron Tauland Balla është të miratojë një ligj për t'i dhënë favore Artur Sheut dhe grupeve kriminale në vend. Mëtej ai akuzoi Ballën se është angazhuar në intimidimin e protestuesve dhe në përdorimin e figurave të njohura kombëtare për debat politik, duke e cilësuar këtë sjellje si të papranueshme për një përfaqësues të kuvendit. Të luante atë rol që nuk e luan asnjë parlamentar në botë, të nxjerrjes së fletrufeve ndaj qytetarëve që protestojnë, të fyej qytetarët që protestojnë, të intimidojë qytetarët që protestojnë, të arrijë deri aty sa të keq përdor luftën çlirimtare të Kosovës për temë dhe debat dite në Shqipëri, të keq përdor figura kombëtare, siç ishte rasti i djeshëm i Ali Ahmetit me gënjeshtra dhe brotshkulla në raport me qytetarët, që ishte një rrezik. Ishte shqetësuar shumë i nderuar i miku i Shqipërisë Ali Ahmeti për rrezikun që po i vinte shqiptarëve nga shqiptarët që protestojnë. Detyruan djalin e Hashim Thaçit të vinte se kishte nevojë Edi Rama për një foto. Debati vjen pasi konferenca e kryetarëve vendosi të mos miratoj kërkesën e Partisë Demokratike për mocion me debat mbi protestat, duke ja kaluar vendimarrjen përfundimtare seancës plenare të kuvendit, ndërkohë opozita këmbgul se çështja duhet të trajtohet me prioritet, duke argumentuar se kërkesat e protestuesve kërkojnë një përgjigje institucionale dhe parlamentare.